Sa duhet fokusohemi te prodhimi dhe kush më shumë duhet të kontribuojnë në këtë drejtim? Masat ndryshme do të merren, sidomos te bujqësia dhe blegtoria. Mirë po për fat keq edhe vitet e kaluara, për shembull, disa dekada po themi që bujqësia është subvencionuar. Mirë po rezultat nuk ka pas. Nuk ka pas mekanizma mbrojtës, mekanizma të cilët do kenë mundësi ta shohin pse nuk ka rezultat. Ose po ta mbrojnë bujkun ose blegtorin e sinqert nga ai manipulues. Sigurisht, edhe kjo nuk ka dhënë rezultat dhe këtu duhet shifet më shumë kujt duhet të jepet, stimulohet grante apo ndihma tjera bujqësore, edhe te blegtori edhe te bujqësia. Bujqësia sigurisht është problem shumë i madh tek ne, duke parë që në gjithë Maqedoninë, po sidomos Maqedonia Perëndimore, ku toka s'po punohet, sepse nuk ka organizim, duhet një riorganizim radikal i gjithë kësaj, me masa të jashtëzakonshme të qeverisë, me Ministria e Bujqësisë, dhe duhet shifet ku shkojnë këto mjete